Përshëndetje të nderuar shikuese, Infodes mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do të ndjekim një blok të lajmeve që kanë karakterizuar ditën e sotme për të kthyer me mysafirët në studio. Pra patëm edhe një herë tentimin për konstituimin e Kuvendit të Kosovës që dështuam edhe këtë herë, po për këto dhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me gjendjen politike, ekonomike dhe sociale në vend, ne do të ndjekim blokun e lajmeve. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohet as në përpjekjen e 20. Tentimi i radhës si lëvizjes vetëvendosje për të formuar komisionin për votim të fshehtë të kryeparlamentarit nuk mori përsëri mbështetjen e partive tjera politike. Seanca u ndërprer dhe vazhdimi i saj do të mbahet me 25 maj në orën 11. Nuk ka pasur abstenim, po ashtu nuk ka pasur ndërpritje seanca, shihemi me 25 maj në orën 11 sërish. Pro votimit të komisionit për votim të fshehtë të kryekuvendarit votuan 53 deputet dhe një vot kundër dhe asnjë abstenim. Në seancë ishin të pranishëm 111 deputet. Konstituimi i kuvendit ka ngecur pasi lëvizja vetëvendosje nuk po arrin të sigurojë 61 votat e nevojshme për të zgjedhur Albulena Haxhiun kryetare të kuvendit. Partitë që deri më tash ishin në opozit po kërkojnë tjetër kandidat, pasi sipas tyre Albulena Haxhiu është emër i papranueshëm. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku, kritikoi lëvizjen vetëvendosje, e cila sipas saj nuk ka lënë hapësirë për partneritet. Fatkeqësi në fakt, sepse ne jemi duke u përballë me procese tepër të vështira për qytetarët. Mos harroni që energjia elektrike është shtrejtuar, është bërë pa përballueshme për shumicën e familjeve në Kosovë. Shikoni ambasadat, ka raportime për rritje të numrit të aplikantëve për të ikur nga Kosova dhe kjo e shpërfaq vërtet mendësinë e vetëvendosjes se si dëshiron ta sheh shtetin e Kosovës. Ajo përmendi propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për një qeveri tranzicionale, derisa tha se do të preferonin kryetar të kësaj partie për kryeministër. Partia fituese nuk ka lënë as pak hapësirë për partneritet përmbajtësor që do t'i siguron të Kosovës të mira. Kjo është për fatkeqësi. Kushdo që prezantohet nga vetëvendosja, ne kemi thënë që nuk do ta votojmë dhe kjo është një qëndrim që e kemi bërë të njohur tash sa herë. Kur u pyet nëse Fatmir Limaj është i pranueshëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës për kryetar të kuvendit, ajo theksoi se nuk e votojnë asnjë kandidat të propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar nga lëvizja vetëvendosje të propozojë një kandidat unifikues për kryetar të kuvendit. Një ndër ta, Haradinaj tha se është deputeti i kësaj partie, Glau Konjovca, të cilin mund ta votojnë për kryetar të kuvendit, krahas dy emrave që më herët kanë propozuar, deputetët Saranda Bogujevci dhe Shqipe Selimi. Ne po mbajmë shpresë që do të propozohet një kandidat unifikues ose kandidate, pra edhe pse nuk është përgjegjësia jona që një nga partitë parlamentare edhe më e vogla, prapë kemi dhënë një opcion për me dalë nga kjo gjendje, pra do të japim votën për kandidat të vetëvendosjes që është unifikues. Kem përmend dy zonjat, Bogujevci në Shelimin, po do të mujshim me votu edhe zotin Konjovca, pra ish kryetarin, nëse propozohet. Duke folur për mundësinë që të votojnë për kryetar të kuvendit, kryetarin e Nisma Social-Demokrate Fatmir Limaj, ai tha se për një gjë të tillë nuk ka qëndrim dhe nuk është diskutuar në kryesinë e AAK-s. Kemë marrë një qëndrim rreth kësaj, nuk kemë diskutuar rreth kësaj. Po ato të votorit nëse do të jetë pak më me dhënë një mendim të qartë. Po nuk muj me dhënë mendimin se s'kem diskutuar në aleancë, pra kemi ato situatat që të rrugtimit i tash ndarash edhe në obligim shjemi, po nuk mund t'jap një përgjigje ashtu saktë. Mendoj që është një zhvillim i mirë dhe pse jo, shumë mirë. Ju uroj sukses. Në grup ende se kemi diskutuar kandidaturën e Limës, tash do ta votojë gjyma jo. E kështë mundësia me votu në i kush Limen nga opozita, nuk o që di. Personalisht jo, a kishit votu? S'kam ende qëndrim. Duke folur për përfshirjen e deputetit nga komuniteti Goran Adem Hoxha në grupin e tyre parlamentar, Haradinaj tha se i njëjti respektojnë ligjin dhe kuvendin e Kosovës. Sipas tij, është një mobilizim i madh i Albin Kurtit dhe aleatëve të tij nga Maqedonia e Veriut të bindin atë dhe deputetën nga komuniteti Boshnjak Duda Balje që të japin votën për lëvizjen vetëvendosje.
Deputetët sërish kanë dështuar të konstituojnë Kuvendin e Kosovës. Deputetja Duda Balje ju ka kundër përgjigjur deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, e cila ka akuzuar parti tjera se më shumë respektojnë Duda Baljen se sa Albulena Algjiun. Ajo tha se para disa viteve ka aplikuar për një vend pune mësimdhënëse në Maqedoninë e Veriut dhe persona që nuk lidhen me politik e kanë thirrë në telefon. Tash i kanë thënë se nëse voton Albin Kurtin, kanë mundësi të flasin për atë vend pune. Megjithatë, u ka thënë se nuk pranon këtë propozim. Nëse ata mendon se opozita më shumë është të respektu mu, unë jam shumë sigurt se kanë shumë arsye pse. Edhe unë jam vërtet krenar në punë cili kam bu. Edhe po më vjen keq, do më thonë, përpam një deputetës dhe Albulenës. Po ka shumë arsye, ka shumë arsye. Do më thonë, asnjëherë nuk kam bu kur gjë kundër shtetit, asnjëherë nuk kam bu ndaj protest, asnjëherë nuk kam qenë radikal, as brenda kuvendit, as jashtë kuvendit. Kam respektu UÇK, kam respektu Policia e Kosovës. Ajo tha se nuk beson që Fatmir Limaj do të jetë kandidat për kryetar të kuvendit. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore ka shprehur shqetësimin e tij për rritjen e fundit të çmimit të energjisë elektrike me 16.1% në Kosovë, duke theksuar se kjo do të ketë pasoja të drejtpërdrejta në jetën e qytetarëve dhe funksionimin e bizneseve. Sipas EUP-it, kjo rritje është duke u përdorur nga shumë biznese si pretekst për ngritje të përgjithshme të çmimeve, që rëndon edhe më shumë shportën e konsumatorit. Ai thekson se inflacioni ka arritur 10% sipas ATK-s, çka tregon për përkeqësim të mëtutjeshëm të gjendjes ekonomike. Bizneset e kanë shfrytzuar këtë situatë ose si pretekst që më njëherë kanë filluar që rrisin çmimet. Edhe kjo ndikon për arsye se inflacioni sipas ATK-s sot ishte publike, do të thonë gjatë këtyre muajve kam rritur ku 10%. Do të thonë shporta e konsumatorit në produktet bazë u shtrajtu. Edhe tash kjo me shtrajtimin e rrymës, qytetari zakonisht kur dihet që rrogat mesatare sot dolën publike që janë dikun më pak se 800 euro të gjithë sektorët, e bjen që tash do të jetë shumë vështirë për qytetarin e Kosovës ose për një rrogë ose dy rrogë, një familje që ta kaloj muaj me muaj. Është pretekst i bizniseve, se ndoshta çmimi i rrymës 16% u shtrajtu, po furrat i kanë shtrajtu bukën për 20%. Disa furra që kanë shtrajtu, ka furra që nuk i kanë shtrajtu. Kjo është ekonomia e lirë e tregut, po kjo do të qytetarët tash duhet ta shikojnë cilën prioritet me hapsh, cilën shpenzim. EUP paralajmëron se ndikimi më i madh mund të bjerë mbi bizneset prodhuese vendore, të cilat për shkak të kostos së rritur të energjisë do të kenë vështirë të konkurrojnë me produktet e importuara. Aja që është pritet që do të ketë një farë efekti zinxhiror më të madh është puna e prodhuesve vendor, për arsye se nëse henë në një market, se qytetarë që jemi, e vrem që çmimet e produkteve vendore me ato të importume janë ato këto, nuk ka një dallim shumë i madh. Edhe tash me këtë kostën operative që është rryma, kur dihet që shumica e bizneseve e përdorin rrymën por prodhim ose do të ngritë çmimet, është frika që prodhimet vendore nuk do të janë konkurruese karshi importeve. Edhe kjo do të ketë uroj që mos ndodhin kjo, por mund me ndodhë edhe në fallimentimin e kompanive. Ai shtoi se energjia më e lirë është ajo që nuk konsumohet dhe theksoi domosdoshmërinë e përshpejtimit të projekteve strategjike për energjinë. Se rryma ka më shtrajtuar ndoshta edhe vitin që vjen. Po çka duhet me bëj është për arsye që të subvencionohet masa tjera të eficiencës së energjisë. Do thonë vendet rajon edhe vendet e zhvillume, bizniset i kanë subvencionu panele solare, që bizniset edhe që i shtrajtohet rryma, do më thonë kostën ai nuk është shfrytëzon, e merr për vetë konsum. Do thonë vetëm nëse marrëm 2024, pa kur farë paralajmërimi që do shtrajtohet rryma, bizniset në Kosovë kanë investuar më shumë se 60 megawatt në panele solare. Para me not të kështjen një ndim ose subvencionim i bizniseve, a 60 megawatt që sot kështjen ndoshta 300. Edhe bizniset e këshin vetë prodhuat energji, sidomos gjatë ditës dhe kjo nuk i zhvrejt shumë. EUP nënvizon se qytetarët janë viktimat përfundimtare të këtyre zhvillimeve dhe do detyrohen të bëjnë zgjidhje të vështira në buxhetin familjar. Edhe bizniset e kanë shfrytzuar situatën, preteksin e kanë,
po në fund viktima janë konsumatorët ose qytetarët të cilët me ato mjete që i kanë tash duhet të zgjedhin prioritetet çka duhet që mos të shpenzojmë. A do t'jetë një pjesë që tash ndoshta pushime do t'i sakrifikojmë, për arsye se ato të hyra i kemi na, a çka do të jemi dëshmitar ndoshta mas një vite dhe bisedojmë efektin. Nga 1 maj ka hyrë në fuqi vendimi i zyrës së rregullatorit të energjisë për shtrejtim të energjisë elektrike prej 16.1%. Ky vendim është kundërshtuar nga qytetarët dhe partitë që deri më tash ishin në opozit, ndërsa padia ndaj ZRE-s u dorëzua në fillim të këtij muaji.